Filloi me një shkëndij krenarie dhe u kthye në një revolt të plotë. Koreu, një levit, mblodhi 250 udhëheqës, burra me emër, me ndikim dhe të respektuar. Ata marshuan së bashku me një qëllim, të sfidonin Mojsion dhe Aronin. Ju po merrni shumë pushtet mbi veten tuaj, tha Koreu. I gjithë komuniteti është i shenjtë. Pse e lartësoni veten mbi të tjerët? Në sipërfaqe kjo duket si një thirrje për barazi, por brenda fshihej diçka më e errët: zilia, ambicia dhe etja për pushtet. Koreu nuk donte thjesht të njihej, ai donte pozitë. Ai nuk ishte i kënaqur me shërbimin në tabernakull, donte ta udhëhiqte atë dhe nuk ishte vetëm. Dathani dhe Abirami u bashkuan duke akuzuar Mojsion për dështim dhe mashtrim. Nuk na ke sjellë në një vend me çumësh dhe mjaltë dhe e ke bërë veten si princ mbi ne. Ato harruan gjithçka që Zoti kishte bërë, si hapi detin e kuq, se si ai dha manen nga qielli, mori ujë nga shkëmbi. Ato nuk u ngritën thjesht kundër Mojsiut, u ngritën kundër Zotit. Mojsiu u trondit thellë, ai ra me fytyrë përdhej përpara Zotit dhe shpalli një provë të guximshme. Nëse këta njerëz vdesin si gjithë njerëzit e tjerë, atëherë Zoti nuk më ka dërguar mua. Por nëse toka hapet dhe i gëlltit të gjallë, do ta dini se ata e kanë përçmuar Zotin. Ra heshtje, tension, pastaj ndodhi. Toka nënta u qa dhe toka hapi gojën e saj dhe i gëlltiti ata dhe familjet e tyre. Britma shpërthyen, familje, tenda, pasuri, gjithçka u zhduk në sekonda, të gëlltitur nga toka, të varrosur përsë gjalli. Edhe sikur kjo të mos mjaftonte, zjarri zbriti nga qielli dhe dogji 250 burrat që po afronin temjan në rebelim. Tym, heshtje, hi. Zoti u përgjigj qartë. Kjo nuk është thjesht një histori e lashtë rebelimi, është një paralajmërim. Koreu nuk sulmoi Mojsion si njeri, ai sulmoi rendin hyjnor të Zotit. Ai refuzoi thirrjen që Zoti i kishte dhënë dhe kërkoi diçka më të madhe. Por mbretëria e Zotit nuk ndërtohet mbi ambicie njerëzore. Ajo ndërtohet mbi bindje, për ulësi dhe shenjtëri. Kur e kundërshton strukturën e Zotit, ti nuk ngrihesh, ti bie, dhe ndonjëherë rënja është katastrofike. Koreu kishte hyrë në tempull. Ai ishte tashmë i veçuar për shërbim të shenjtë, por kjo nuk i mjaftonte. Ai donte më shumë. Është lehtë të dëshirosh platforma, pushtete ose njohje, por krenaria nuk të ngrej lart, të varros. Zoti sheh zemrën. Ai ndëron për ulësinë, jo vetë lavdrimin. Ai cakton udhëheqës jo për shkak të karizmës, por për shkak të thirrjes. Mos lejo që krenaria shpirtërore të verbojë ndaj hirit që tashmë të është dhënë. O Zoti i shenjtë, ti je Zoti i rendit, jo i kaosit. Më ruaj nga krenaria, nga ky filiz i zilis, nga krahasimi i thirrjes time me të tjerët. Më ndihmo të eci në përulësi dhe të nderoj ata që ti ke vendosur mbi mua. Më mëso të shërbej me gëzim, jo me ambicie. Mos lejo kurrë të përçmoj vendin ku më ke vendosur, por më jep gëzim në bindje. Të falenderoj për mëshirën tënde, në emër të Jezusit. Amen.